Miq Prizmës, sigurisht që fushata elektorale ka normalisht atë lartjet, ulljet, kalimin akoma më lart, ulljen akoma më poshtë, se sa normalja e atyre ditëve të cilët sigurisht nuk janë fushata elektorale. Por në përgjithësi, kjo fushatë elektorale është më e butë se tjera. Tentojnë që ta në mënyrë artificiale ta ndezin, edhe sidomos tentojnë këto lirit që marrin sidomos lista poshtë dhe iniciativat personale në grindje të deputetëve jashtë liste të sigurt, të cilët pastaj bëjnë edhe ato që konsiderohen marrina fushatës elektorale. Sepse shpeshherë ju din se janë futur në listë e din veten realisht mençur, po unë nuk du që të bëj tash mocion destruktiv të këtyre listave, du vetëm ka pas një dy raste në Shkodër për shembull, disa spoteve për mua idiotët për shumicën e rasteve, disa veprime gafa të bëra nga të lëshuara nëpër televizione ose të shkruara në Facebook, pastaj të larguara e shumë element të tillë. Por sigurisht ajo që do, edhe që akuzat që duan pastaj edhe të kërkojnë të marrin, si akuzat e fundit në Shkodër të një lideri parti personale që i ban edhe kryetarit drejtuesit të një force politike, duke konsideruar të korruptuar, kupton, për vete është nën grata në Amerikë, por i bën këtij edhe bën barazlargimin me tip nga dy forcat kryesore. Në vërtet kërkon që të mbledhë për vete, por krijon pastaj një lloj pH-i ke forca politike që po sulmon. Edhe pH-i ke disa forca tjera dhe në disa zona të përcaktuara që thonë, ti po flit ke keq për këtë, atëherë ne jemi pikërisht për këtë që ti po flet keq. Pra krijohen situata të tilla nga më të ndryshmet që përdorin pikërisht fushata jo të natyrshme që kjo. Fushat jo e natyrshme si kjo është, që sigurisht kjo është një fushatë elektorale që përcakton vendin e dytë sa është, po jo vendin e parë. Vendi i parë është caktuar edhe vendi i dytë, po vendi i dytë duhet të di se sa do të ketë. Dhe sigurisht pastaj çfarë bëhet me këtë të tretët, të cilët janë partitë. Është e jashtëzakonshme për nga fuqia e hetimit, sepse sigurisht ka Partia Socialiste njerëz të hetuar, por ama 3 lideret e opozitës janë në hetim dhe të akuzuar. Që është Ali Berisha, Ilir Meta dhe njeriu i Gërdecit në Fatmir Mediu. Janë të gjithë akuzuar, të gjithë për burg. Pra, ka deneutralizimin e vet ky lloj fushate elektorale. Dhe ky lloj denaturalizimi përbën edhe faktin e ndryshimit si fushatë elektorale me tjerat. Nuk është as si 2021-shit. E keni gabim nëse mendoni që i ngjan asaj. Nuk i ngjan si nga listat, si nga ndarja, kodi që këta firmosen e vullosen kohët e fundit, nga lufta që bëhet midis llojit, brenda llojit edhe midis llojit, nga qetësia dhe nga intriga që bëhet ke lista e parë, dhe sigurisht pastaj edhe nga ngjarjet që kanë lidhje me Spakun, nga këto akuzat që edhe nga preferenca për të bërë leadershipi dhe protagonist me akuza nga më të ndryshme, të cilat në vend që të shohin ke ty të mbledhin elektorat, e shpërndajnë atë, sepse sigurisht pastaj merr efektin bumerang të asaj që ke thënë, kur nuk e studion mirë. Një nga këto efekte për shembull është lëshimi i fjalës me Edi Ramës për fëmijët, por pastaj e rregullon ose mund të them gati e bën me qëllim për ta kthyer deri në kërkim falje. Dhe sigurisht ai e di ç'do të thotë ke shoqëria jonë të kërkosh falje natën, të kërkosh falje për diçka që s'ke bërë një gjë të madhe. Imagjino tash kur ndërkohë të tjerët nuk duan t'ia dinë për këtë lloj kërkese falje. Nuk e kuptojnë që kërkesa falje ka një model klasik i një shoqërie të tillë si e jona, është një model që të çarmatos, të hek armët. Ata nuk e kuptojnë që këtë gjë e përpunon shumë mirë Edi Rama. Nuk duan ta besojnë. Vazhdojnë me marrëzirat e tyre, si çmendur është kështu, droga e këtyre, në të vërtetë këto nuk i ngjojnë më njerëzit, ngjojnë këtë gjë tjetër që po shpjegoj unë tash. Ai e komandon shumë mirë opinionin publik. Kur ndërkohë marrëzirat me atë Korçarin edhe me budalliqet që bëjnë në përgjithësi, nuk i sjellin asnjë lloj fitimi, po jo vetëm që nuk i sjellin fitimi, po nuk i sjellin asnjë gjë të mirë, një parti e cila sigurisht lufton për vendin e dytë.
Këtë desja të sqaroja në fillim. Pjesa e dytë është sigurisht se kush është me Trumpin më tepër. Ja po I them unë që fushata e Edi Ramës është më tepër trumpiste shumë se sa fushata atij që ka marrë njeriu dhe me Trumpit I cili është kot në Shqipëri, sepse ai nuk ka çfarë leksione. Sali Berisha nuk mund të marrë leksione nga një si Laqevita, sepse Laqevita është zero asgjë përpara Sali Berishës në një vend të tillë ku ka dalë nga ferri komunist, ai nuk e njeh fare. Ka dalë nga sekretarët e partisë, ka dalë nga stalinistët e partisë punës. Shpun ka Laqevita. Sali Berisha është një ish sekretar partie. Ha 7 Laqevita vetëm për një darkë, I rrun. Janë inkompatibël fare. Pra, është një marrëzi, ka vu vetëm atë kapele njëshin dhe lexon veprat e program të Partisë Demokratike. Sali Berisha I thot veprave të Enver Hoxhës, stalinistit më të madh që ka pasur në herë Ballkani, që është Enveri. I dyti është Sali Berisha vetë. Kurse fushata e Ramës me denigrimin e figurës në mënyrë të ashpër me herë, talljen në gjatë Trumpit, që thot vetëm me mu zgjidhen problemet, vetëm me mu personalizon Edi Ramën. Më kuptoni, janë dy element të jashtëzakonshëm. E para denigrimi I figurës tjetër, që si bënte Trumpi, jo me Bidenin, po me gjithë Partinë Demokratike Amerikane. I quan dhe idiot, budallej, edhe ky idiot e budallej I quan. Kjo është fushat elektorale trumpiste. Edhe kur thot që vetëm me mua zgjidhni punën e Shqipërisë dhe rregullimin e saj, është njësoj si fushata e Trumpit që thot vetëm me mua bëhet e madhe Amerika. Nuk e shpreh ashtu, Rama po vendos emrin e tij me Edi Ramën thot. Kush është me Trumpin në fushat elektorale si Trumpit? Ky me Laqevitën, se ky është stalinist bolshevik, ky nuk mund bëj fushat elektorale si Trumpi. Bën fushat elektorale si Sali Berisha që është stalinist, folk bolshevik. Ndërsa fushat elektorale të ngjashme me Trumpin bën Edi Rama, që vendos emrin e vet, dhe thot vetëm me mua rregullohet, me kërkën tjetër, dhe që shan e denigron, demolon për ditë si figura, duke u tallur jo bufknete, jo ku diun se çfarë ju thot, nga më të ndryshmet ju thot emra, ti përcakton, është tipike fushatës shusillësh edhe Trumpi. Me Trumpin është, edhe pse është socialist, edhe se fushat si Trumpit, edhe pse është socialist, është Rama. Nuk mund të jetë Sali Berisha. Sali Berisha nuk mund të jetë me Trumpin, se është stalinist. Është folk bolshevik. S'ka lidhje fare me Trumpin. Fare. Me Trumpin po, ka lidhje për tjetër. Edhe vazhdon të bëj si Trumpi. Thotë mund të bëj edhe një gaf, ta merr, thotë edhe më fal, Trumpi bilestot, ky thotë, përpunon se njeh popullin e vet. E njeh popullin e vet. E din shumicën e popullit që po I them fal, të merr të bën vetën, thotë ky kërkon falje. Dakor? Kështu miqtë mi.